Pas informacioneve paraprake që po shpërndahen në media dhe rrjetet sociale, personi është gjetur pa shenja jete nga familjarët, të cilët kishin humbur kontaktin me të për disa orë dhe kishin vendosur të kontrollonin gjendjen e saj. Burime pranë familjes kanë deklaruar se situata ka qenë shumë e rëndë dhe tronditëse për të gjithë të afërmit. Ata kanë mbetur të shokuar nga ajo që kanë gjetur në banesë, ndërsa menjëherë është njoftuar edhe ndihma emergjente. Sipas raportimeve fillestare, ekipet e urgjencës kanë mbërritur në vend ngjarje pak minuta pas telefonatës, por fatkeqësisht nuk kanë mundur të bëjnë asgjë për ta rikthyer në jetë. Mjekët kanë konstatuar se ajo nuk kishte më shenja jete në momentin e mbërritjes së tyre. Ndërkohë, autoritetet kanë nisur menjëherë hetimet për të kuptuar se çfarë ka ndodhur saktësisht. Për momentin nuk janë dhënë shumë detaje zyrtare, ndërsa pritet që ekspertiza mjekoligjore të hedhë dritë mbi rrethanat e kësaj ngjarjeje të rëndë. Fansat e reality show janë shprehur të tronditur në rrjetet sociale, ku lajmi është